Përshëndetje. Egnatia luan në Vlorë, një qytet me histori dhe traditë në futbollin shqiptar. Çfarë ndeshje e prisnin në këtë transfer? Sigurisht, për nga mënyra se si vinë rezultatet në ndeshjet e fundit. Ndeshjet është një ndeshje goxha e fortë sepse lojtarët kërkojnë pikët më të mos. Normalisht ne ndodhemi në një pozicion komod, por dhe ne kërkojmë vazhdimsi sepse vinë nga tre rezultate jo të mira. Jeni në një fazë ku Egnatia po kërkon vazhdimsi rezultatesh. A është kjo ndeshje si detyrim për saktim përfitore? Sigurisht që sa po thash, vinë nga tre ndeshje me rezultate jo të mira. Nuk është detyrim as përcaktim, sepse janë fjalë mëdha. Përcaktimi i asaj që unë mendoj për futbollin është vetëm vazhdimësia e lojës, vjen detyra. Kemi zhvilluar ndeshje shumë të bukura këto ndeshje që kemi luajtur, pavarësisht që s'kemi marrë rezultatin, por vazhdimësia e lojës është ai teksti që unë synoj në temë. Flamurtarit kanë ndryshuar fytyrë në disa ndeshje. Në merkaton e dimrit është përforcuar sërish. Çfarë rreziku real paraqet për Egnatia në kjo transfer? Atëherë sigurisht e kemi ndjek, kanë bërë lëvizje, sigurisht që skuadra flamurtarit është forcuar. Më mend edhe ndeshjen që bëm në Rogozhin, sigurisht ka një fytyrë tjetër, por kjo s'do të thotë asgjë për atë që synojmë. Sa e vështirë është të ruash ekuilibrin mes presionit për rezultat pozitiv dhe lojës së bukur që preferoni ju si trajner? Fare, mendoj, sepse përderisa ne kemi një filozofi loje, përderisa ne jemi të rrjedhshëm, përderisa ne krijojmë, përderisa ne bëjmë futboll, mendoj që kjo pjesë do jetë vetëm një ngërshtim. Egnatia po konfirmohet si skuadër me identitet. Çfarë dallon këtë grup nga sezonet e kaluara? Atëherë mendoj, kemi prurje, kemi energjime, sigurisht që nuk mund të bëjmë krahasime nga sezoni në sezon, sepse sigurisht jemi me diferenca pikësh, por loja besoj është e njëjtë. Mendoj që këtë vit shumë pak ndeshje, mendoj që skuadra ka ardhur aty ku unë dëshiroj, ashtu si unë mendoj që los Egnatia. Dhe mendoj që të kemi një vazhdimsi në rrjedhën e lojës. Si e vlerësoni konkurrencën brenda ekipit me prurjet e janarit dhe sa ju ndihmon ajo në zgjedhje taktike? Atëherë mendoj sigurisht zgjedhje taktike kam pas mjaftueshëm,